Të nderuarit e mi, të flasësh për sakrificën e hoxhallarëve në pavarësinë e shtetit ton, Shqipërisë, të flasësh për kontributin e të parëve tanë në këtë ditë e cila është ditë me të vërtetë e rëndësishme për ne, është e vështirë, për shkak se sakrificat e tyre kanë qenë të jashtëzakonshme në arritjen e këtij qëllimi madhështor. Dhe shpesh herë ne harrojmë se të mos treguarit e historisë na bën neve që ta harrojmë atë. E kur e harrojmë atë, historia ka një veçori që ajo përsëritet. Andaj është e rëndësishme ta dimë se hoxhallarët kanë patur një kontribut të jashtëzakonshëm në faktin që i kanë bërë njerëzit të kuptojnë se sa e rëndësishme është të ishin shqiptar, të shqiptonin shqipen e tyre dhe të flisnin shqip. Për njerëzve të parë që ka hedhur idenë se Shqipëria tani më duhet ishte një shtet që duhet fitonte mëvetësinë e saj, pavarësinë e saj, ka qenë hoxha i nderuar, Allahu e mëshiroft, hoxha Hasan Tasini, i cili ka patur titullin më të lartë perandorak të intelektualëve, ku ai ka qenë rektor i Universitetit të Stambollit. Dhe ai ka qenë njeriu i parë që ka hedhur idenë se shqiptarët duhet ta mësojnë shqipen, se shqiptarët duhet ta flasin shqipen, se shqiptarët duhet ta dinë ta lexojnë dhe ta shkruajnë shqipen. Dhe ai ka qenë hoxh. Dhe gjithashtu ka qenë ideatori prej ideatorëve të mëdhenj të ndërtimit të alfabetit shqiptar. Ka përmendur hoxha, Allahu e mëshiroft, se shqipja nuk duhet flitet me gjuhën apo me shkronjat perse, shkronjat arabe, otomane, greke, serbe, apo dhe vetëm latine, por duhet kemi një alfabet i cili i përkon kësaj gjuhe, e cila shqiptohet. E prandaj dhe ne quhemi shqiptar, sepse shqipen e shqiptojmë dhe gjuhët e tjera i gërmëzojmë. Dhe ka hedhur idenë se shqiptarët duhet kenë shtetin e tyre. E diplomat të tjerë pas tij kanë qenë ata të cilët, pa dyshim po musliman, kanë bërë sakrificat e mëdhaja, siç ka qenë gjyshi i Ismail Bej Vlorës dhe babai Ismail Bej Vlorës, të cilët e kanë deshur shkëputjen dhe ndërtimin e shtetit pavarur, po Allahu nuk ua mundsoi atyre, po ua mundsoi Ismailit. E për të folur pak për sakrificat e këtij burri, i cili ka qenë musliman, i cili emrin e tij të vërtetë e ka Ismail Bej Vlora, që kanë deshur t'ia ndryshojnë për t'i humbur atij identitetin musliman që ka patur, i tillë burr ka arrit kuptoj në atë kohë të vështirë se Shqipëria duhet ishte tani më e mëvetësishme, dhe duhet të udhëhiqej nga vetë shqiptarët, dhe duhet të drejtohej nga vetë shqiptarët. Për shkak se në ato troje ku shqiptarët jetonin tani më, i kishin marrë serbët, malazezët, grekët dhe bullgarët. Dhe falënderimi i takon Allahut që këta burra u mblodhën, morën iniciativën, nisën për të shkuar në Durrës, por e panë që ishte e pamundur, sepse Serbia kishte ardhur thuajse afër Lezhës dhe po vinte edhe në Durrës, e kështu marrin rrugtimin e tyre për ta ngritur flamurin shqiptar në Vlorë. E për të ngritur këtë flamur dhe për të marrë kjo mëvetësi, e për të shkruar kjo deklaratë e kësaj mëvetësie, në të kanë marrë pjesë 27 musliman. Prej tyre 3 hoxhallar, të cilët kryesoheshin nga hoxha i nderuar Vebi Dibra, i cili ka dhënë 2 fetva të mëdha.
fetvan për të patur ne këtë flamur që kemi, dhe fetvan se mundemi që të jemi tani më të mëvetësishëm dhe të pamvarur. Të gjithë hoxhallarët të nderuarit e mi, pas kësaj deklarate pamvarësie, kanë qenë ata të cilët e kanë mësuar popullin shqiptar të flasë, të shkruaj dhe të lexoj shqip. Në trojet e Kosovës së atëhershme, e cila ishte e pushtuar dhe e sunduar nga Serbia, ku serbët paguanin që shqiptarët të mos flistin shqip, por të mjaftoheshin duke qenë musliman dhe të flistin gjuhë të tjera, që nëse do t'i konvertonin me dhunë, që se ishin duke folur turqisht të quheshin turq, po që se ishin duke folur arabisht të quheshin arab, e po që se ishin duke folur serb të quheshin serb, Serbia investonte për këtë. E pas pavarësisë të vitit 1941, komuniteti musliman shqiptar dërgon 12 hoxhallar të shkojnë në territoret e Kosovës së sotme dhe të tregojnë njerëzve se është e rëndësishme që ata të jenë musliman, të mbeten shqiptar dhe të flasin, të shkruajnë dhe të lexojnë shqip, sepse kështu ka dhënë Allahu që ata të jenë shqiptar. E për këta ata duhet të jenë krenarë se janë të zgjedhur të Allahut të tillë. Allahu përmend në Kur'an duke thënë se i kemi krijuar njerëzit në raca dhe në kombe të ndryshme, ashtu që ata të njihen midis njëri tjetrit. E hoxhallarët tanë, dietarët tanë, këtë gjë e kanë kuptuar, këtë gjë të rëndësishme, e cila ka qenë bërtham e ruajtjes së këtij identiteti, i cili na bën neve të jemi krenar që Allahu na ka zgjedhur të tillë, e padyshim ta ruajmë fen tonë. Të nderuarit e mi, hoxhallarët tanë kanë qenë ata që në xhamia u kanë mësuar njerëzve të shkruajnë dhe të lexojnë shqip, aq sa që doli shprehja aty ku ka xhami, ka Shqipëri. E ne sot, falënderimi i takon Allahut, që jemi mbledhur të gjithë për të kontribuar për këtë xhami, do doja t'ju kujtoja me hadithin e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, i cili thot, pasi njeriu varroset, pasi biri i Ademit vdes, ndërpriten punët e tij. Ndërpriten punët e birit Ademit kur ai vdes. Përveç se, thotë i dërguari i Allahut, 3 punëve. E para, dia që ai njeri ka dhënë, e cila u bën dobi të tjerë dhe pas vdekjes së tij. E dyta, fëmia i mirë, i cili bën dua për prindin e tij dhe i lutet Allahut që ta mëshirojë, e siç ishte shembulli shumë për juve këtu, që dhatë për hir të Allahut, për prindrit tuaj dhe për të afërmit tuaj. Dhe e treta, thotë i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam, ajo sadaka e vazhdueshme, e cila dhe pas vdekjes së këtij njeriu u bën dobi të tjerëve të cilët janë dhe vinë pas tij. Të nderuarit e mi, dijeni se ndërtimi i kësaj xhamie është mundësi për këtë sadaka rrjetëse. E dijeni se Allahu u shpërblen dhe na shpërblen dhe pas vdekjes tuaj dhe tonën. E kush ka mundësi të jap, sa ka mundësi për hir të Allahut, e dijeni se Allahu ua shumë fishon atë, e tek Allahu nuk kemi asgjë të humbur. Zoti ju shpërbleft me të mirat e tij. Wa sallallahu wa sallam wa barik ala nabiyina Muhammad.